بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال transmetohet nga Abdullah ibn Umayr رضي الله عنه تكثن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasallam duke thënë انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه. është një hadith që pejgamberi alayhi salatu wasalam na flet shumë për sinqeritetin po ashtu dhe thot kanë qenë tre burra, tre njerëz të cilët kanë qenë duke udhëtuar para nesh për umetot më hershme derisa udhëtimi i ka bërë që të futen ata në një shpellë. فانحدرت صخرة من الجبل dhe gjatë atij udhëtimi pra që ka qenë duke ra shihen fut aty kershi apo guri ja u ka mbyll shpellën. فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Ata kanë pas tani më të qartë se askush nuk mund t'i ndihmoj, asnjë çasti se kanë pas me njerëzit dhe kanë pas qartë se e vetmja mundësi më shpëtu nga kjo është me i lutë Allahut me ndërmjetësim të veprave të mira. Pra kanë pas qartë atë tre besimtar se vetmja mundësi që Allahu me i ndihmun këtë rrethan shumë vështirë ka qenë që me i lutë Allahut për veprat e tyre. Dhe kanë filluar gjithë secili me përmend nga një vepër që e kanë bërë për Allahun. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران o Zoti im, thot njëri prej tyre rrethen ngjarjen e tij, thot unë kam pas dy prind moshuar وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا, çdo herë kur ju kam dhënë ushqim atyre në mbrëmje asnjëherë s'ju kam dhënë fëmijëve dhe bashortes, po çdo herë ju kam dhënë prindërve. فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. Një ditë prej ditësh jam banu, pra jo sikur ditët e zakonshme, nuk kam shkuar në shtëpi, mirë po duke kërku, pra puna e ka detyruar dhe është banu në shtëpinë e tij. فوجدتهما نائمين, kur jam kthy فحلبت لهما غبوقهما فوجدت نائمين, kur jam kthy kam gjetë të fjetur. Pra çdo herë ka marrë atë qumshtin dhe jo ka dhënë prindërve në mbrëmje. Por kur më kthy atë ditë jam banu, i kam gjetur dy duke fjetur. فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. Dhe kur jam nuk kam dashur që t'ju japi bashortes edhe fëmijëve para si t'ju jap atyre, mirë po i kam gjetur duke fjetur dhe nuk kam dashur më nxjerr gjumin. والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. Sot e kum pas atë enën me qumsht dhe i kam pritur deri në mëngjes duke pritur momentin kur po zgjohen. Pastaj thot والصبي يتضاغون عند قدمي. Edhe thot fëmia kanë qenë afër meje aty, فاستيقظا, mirë po ata mandej u zgjuan, فشربا غبوقهما, u zgjuan prind, i ka ushqy prind, pastaj u ushqy edhe familjen, pra fëmijët. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhik, o Zoti im, nëse këtë vepër e kam bërë për hir tënd, për ftyrën tënde, fafrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra, na mundso me dal prej kësaj shpele, pra me u largu ky gur. Fanfajara shay'an la yastati'un al-khuruj minhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është largu pak, mirë po prap s'kan mujt me dal. قال الآخر, i dyti thot اللهم إنه كانت لي ابنة عمي كانت أحب الناس إلي, o Zoti im, thot Allahu, kuptimi i hadithit, Allahu më ka spërvu, e kam pas një fëqinje, një femër që ka qenë shumë e bukur dhe kam pasur kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa, pra aq shumë kam qenë i joshur pas saj, فأردت على نفسي, dhe jam mundu mi u afru asaj, famtana'at minni, dhe ajo ka refuzuar, hatta alammat biha sanatan min as-sinin, derisa ka ardhur një vit prej viteve me thatësirë, pra vështirësi ekonomike,
فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار. Dhe ka ardhur me kërku ndihmë dhe I kam dhënë 120 dinar. Ala an tukhalli bayni wa bayna nafsiha. Mirë po ja kam dhënë me kusht me josh ata. Dhe sigurisht varfënia është sprovë. ففعلت dhe ajo ka pranuar që më afru. حتى إذا قدرت عليها ديسا thot ju kom afru asaj, وفي رواية فلما قعدت بين رجليها. Dhe një transmetim derisa është ushtë afër saj, shumë afër saj. قالت اتق الله. Ka thënë اتق الله. Në ato momente, pra ajo I ka thënë اتق الله. Ke frikë Allahun wala tafudda al-khatima illa bihaqq. Dhe mos e prish virgjërinë pra përveç se me të drejtë. Pra kjo I ka treguar që ka mënyra të lehtëshme, pra mund të vijë deri te martesa, mirë po efshi aq I madh saqë dhe thot Sheikh Uthaymeen rahimullah në këtë pjesë, thot ka dalë nga zemra një besimtare një fjalë ittaqillah. E ka qenë sinqert që e ka godit edhe zemrën e këtij besimtari. Pra sinqeriteti nga zemra që I ka pas frikën nga Allahu ka dëpërtuar të ky besimtar I cili thot fansaraftu anha wa yahabbu an-nas ilay. Pra jam largu prej saj, mik më një herë dhe ajo ishte njeriu më I dashur për mua. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taytu, ja kom dhënë ata ari që ja kom që dhash më herët. Allahumma in kuntu fa'alta dhalika ibtigha wajhik, o Zoti im nëse kom bërë këtë për hir tëndin, fafruj 'anna ma nahnu fihi. Na mundson me dal prej këtuj dhe thot guri është larguar edhe pak, mirë po غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. Mirë po nuk kanë mujt me dalë prej saj. وقال الثالث I treti ka thënë Allahumma inni ista'jartu ujara, o Zoti im, unë kom pasur shumë punëtor. Wa ataitu ajran, të gjithë vjau kam dhënë hakun. غير رجل واحد ترك الذي له ذهب. Njërit për tyre s'ja kam dhënë pra rrogën apo pasurinë që I takonte. Dhe ai ka shku. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. Thot prej asaj pasurie që ka pas, e ka marrë dhe ja kom shumë fishu. Pastaj, فجاءني بعد حين, pas një kohë është ardhur me lyp hakun e vet. فقال يا عبد الله, ka thënë o robi Allahut, addi ilayya ajri, ma sjell mu atë rrogën pasurinë time. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. I ka thënë krejt çka peshe pra, me deve, me dele, gjitha këto që në shumë fishuën për pasurisë tënde. Dhe gjitha takojnë ty. Faqale ja Abdullah, ka thënë o robi Allahut, la tastehzi bi, pra nuk jam njeri që duhet me utall me mua, me nënçmuar këtë mënyrë, se unë marr për hall. Faqultu la astehzi'u bik. Ka thënë nuk e kam bërë këtë për talje, por fa akhadha kullu fastaqahu falam yutruk shay'an. Ka marrë të gjithën. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhik, o Zoti im nëse kam bërë këtë për hir tëndin, për fytyrën tënde, fafruj 'anna ma nahnu fi. Na mundso me dal prej këtuj. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fanfajarat as-sakhra. Është largu edhe pak ajo kersh apo guri, fa kharaju yamshun, dhe kanë dalë duke edhe kanë ecë. Muttafaqun alay. Kjo ja jap krejt peshën ti hadithin fund kur themi muttafaqun alay. Pra hadithi është sahih al-Bukhari dhe Muslim, është pa asnjë me dyshje, është hadith sahih. Thot Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wa fi hadha dalilun, në këtë hadith ka shumë urtësi. Në këtë hadith ka shumë urtësi. E para thot min al-fawaid fadilatu birri al-walidain, respektimi I prindërve. Wa annahu min al-a'mal, dhe është prej veprave që në momentet vështira Allahu ta lehtëson. Allahu ti lehtëson brengat e dunjas. Pra respektimi I prindërve është prej gjërave më të dashura te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj dalilun ala fadl al-amana wa islahu al-amal al-ghayr. Po ashtu në këta ka fadilatul ifa an zina, vlera e madhe që me rujt nderin edhe mos me prek në veçanti femrat e ndershme me pas frikën Allahut subhanahu wa taala. Ju dini që rajulu da'athu, dhe për 7 persona që do të hinin në arshin e Allahut, është ai personi që e lën pra për hir të Allahut nuk I afrohet një zinas. Po ashtu thot Sheikh Uthaymeen në këtë hadith Allahu subhanahu wa taala
na tregon që sinqeriteti është prej shkaqeve që të zgjidhjes së brengave. Dhe arria, syefaqësia, veprat që bëhen për syefaqe, ato kezzebet yadhhabu jafan, janë sikur shkuma e lumenjve, pra ato mbeturinat e lumenjve. Vjen lumi, ec, edhe përroj çka ka krejt ato mbeturinat, ato mbesin anash, ndërsa ujë tokë dhe ajo mbetet tokë. Kështu është vepra e mirë, vepra sinqert që bëhet për Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj e lutim Allahun me emrat e tij që të na enjërzofën e ujjakum ikhlas lahu, me na jap sinqeritet në të gjitha veprat. Kjo ishte, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammed.